të njëjtën gjë po bën dhe Top Channel, ka po ndryshon, po rikonstruksion pak a shumë të tëra formatet kryesore. Në Big Brother shkon Alketa Vesiu, në përputhen është Heidi Balci, Selim Bollati, janë dy emra që po diskutohen. Autorësia është ende në pikpyetje se kush do ta bëj, me sa di unë edhe autorësia po ndryshohet. Kështu që po, këtë herë madje dhe emisionet, vetëm emisionet politike, si në Top Channel, si në Vision Plus, po ndryshojnë moderator. Kur thua në Big Brother shkon Alketa Vesiu, e ke fjalën për moderim, pra nuk do jetë më Ledioni, apo? Do të mvite keq nëse nuk do të ishte Ledioni, por që Alketa Vesiu rikthehet në Top Channel duke qenë pjesë e Big Brotherit, këtë është një informacion që unë e kam marrë nga burime goxha të sigurta. Se në rolin e opinionistes, se në rolin e mbase drejtueses apo autores, nuk e di, po shpresoj që të jetë burim i sakt, siç unë e di që është burim i sakt, sepse çdo burim ka qenë i sakt deri tani, dhe shpresoj shumë që po Alketa të rikthehet në Top Channel, sepse është një nga figurat kryesore të ekranit, një nga moderatorët më të mira që ka Shqipëria, dhe me atë pjesëmarrjen e saj vitin që kaloi në Big Brother, me opinionet e saj, ka qenë spektakolare. Kështu që po, unë do doja ta shikoja Alketa Vesiun të rikthyer në Top Channel, dhe deri tani është e konfirmuar që është rikthyer në një nga formatet më të mëdha siç është Big Brother. A do doja ta shikoje si opinioniste dhe Ledioni si moderator, pra do të pëlqente që të ishte kjo dyshe në ato Big Brother? Patjetër, ishte është një dyshe që unë ja pash kimin që atëherë që ata ishin, patjetër, mua më pëlqen goxha shumë Ledioni, për mua është Mark, është njeriu i dur për të drejtuar Big Brotherin. Ka mbaruar koha e Arbana Osmanit në Big Brother, tani është koha e Ledion Liços. Kështu që po, do doja shumë që ta rishikoja edhe një herë Ledionin në Big Brother, dhe si moderator, dhe Alketën patjetër e dua si opinioniste. Me sa di unë nuk do të jetë Arber Hajdari, a do jenë dy opinioniste femra këtë vit, sepse me sa di unë përsëri do të jetë edhe Monika Kuremallje. Kështu që kjo ngelet ende për të parë. Ndërkohë, kemi ndonjë informacion se kur pritet filloj Big Brother? Sepse një nga shkundjet më të mëdha që ndonjëherë një televizion në Shqipëri për herë të parë në fakt ka pasur dhe është ai që ka ndodhur në Vision Plus, që është ku është shkarkuar i tërë zinxhiri drejtues, duke filluar nga administratori, drejtori i përgjithshëm, pothuajse i tërë stafi i emisionit mëngjesit, ka lëvizje, ka programe të reja që shtohen, ka largimin e Agronllakajt. Domethënë, nëse ka një televizion që themi që në merkaton e verës është në pararoj, ai është Vision Plus. Gjithë këto ndryshime kanë ardhur si pasojë ndonjë, po themi, reforme që po bëhet në Vision Plus, apo nuk ka ndodhur asnjë gjë, përveç se ka ndodhur ajo që duhet kishte ndodhur me kohë. Vision Plus ka vendosur të rikthehet në Ligën e Kampionëve, që do thotë në vendet e para. Ishte krijuar një lloj apatie që jemi mirë këtu ku jemi në vend të tretë, as na prek njeri, as prekim njeri. Ishte kthyer në një vend ku ishin ato programet përhershme, ato fytyrat përhershme prej mbi 10 vite. Unë kam që në Vision që në 2003-2004, dhe që atëherë ishin po të njëjtit njerëz, kishte ardhur koha për një shkundje, për një fshirje plurash. Ishte kthyer në një vend pak a shumë apatik, le ta themi, domethënë ishte kthyer në një kafe lagje ku njerëzit rrinin, bënin thashë them edhe kaq, nuk është. Kështu që kishte nevojë për një shkundje, mua më bëhet unë gëzohem, madje që më në fund Visioni do rikthehet në shkëlqimin e tij. Dhe ka programe të reja, me sa di unë rikthehet Dancing with the Stars në Vision Plus, Ferma VIP, do të ketë Tusike Vales, Albanians Got Talent. Domethënë ka disa programe të reja, patenta goxha të mëdha që vinë në Vision Plus këtë herë.
dhe shpresoj që ta ngjisi patjetër spektaklin në një nivel tjetër. Ne kemi nevojë ka ardhur koha që shqiptarët heqin dorë nga telenovelat, të kthehen në argëtim, na bëhet jeta pak më e bukur, sepse ngelëm duke parë vetëm drama turke dhe drama indiane, kështu që ka ardhur koha që të shohim festën shqiptare në shtëpinë tonë. Big Brother VIP i Shqipërisë, si gjithmonë thuhet që do të fillojë më herët, po pastaj përfundon duke filluar gjithmonë në dhjetor. Thuhet që këtë vit do të fillojë diku nga fundi i nëntorit, duke pasur parasysh se ky i Kosovës fillon në dy javëshin e parë të tetorit, kështu që po, besoj këtë vit do ketë një ndryshim të formulës së fillimit të spektaklit. Kështu që shpresoj të filloj nga fundi i nëntorit, mbas edhe për festat e nëntorit, bukur do të ishte. Dhe po, mezi pres, unë mbaj mend Big Brotherin e parë ka filluar përpara, goxha përpara. Dhe banorët kanë festuar 28-29 nëntorin brenda në shtëpi. Mund të ripërsëritet? Absolutisht po. Ndërkohë kemi edhe largimin e Megi Pojanit dhe flitet që mund të largohet dhe Bora Zemani. Bora Zemani është larguar, nuk flitet që do të largohet. Bora Zemani është larguar, është tashmë pjesë e stafit të Vision Plus, do t'i besohet, me sa di unë, drejtimi i Dancing with the Stars, por ngelet edhe oferta e Fermës VIP për moderim, kështu që në vend të Megit thuhet që është Selina dhe Heidi Baci, të paktën këto janë zërat që janë konfirmuar deri tani. Po kaq për momentin. Ndërkohë zhvillim tjetër i rëndësishëm është edhe ajo çfarë po përflitet për në Portokalli, ku po raportohet për një rikthim të mundshëm të Agronllakut. Po. Top Channel po rikthehet në rrënjët e tij, po rikthehet në gjenezë. Çdo kush po rikthehet në vendin ku ata kanë qenë dikur. Kështu që rikthimi i Agronllakut në Portokalli është jo vetëm i mirëpritur, jo vetëm është një risi që nuk do ta quaj risi, po është një nga gjërat më të shumë pritura deri më sot nga publiku shqiptar ose publiku i Portokallis, ata që e duan Portokallin. Ne sot e kësaj dite vazhdojmë të shikojmë në YouTube Portokallin e atëhershme me Gjinin, me Agronllakajn, me dhe zhbëlçat, kështu që është kam përshtypjen një nga ngjarjet më të bukura televizive. Agronllakaj e meriton të jetë në Portokalli, realisht. Ka pasur një reflektim të Neda Pallukut lidhur me gjithë situatën që ajo ka kaluar. Çfarë ju vu të re nga ky reflektim dhe mbi të gjitha çfarë donte të thoshte me atë reflektim? Po, unë e përkra Nedën vetëm për faktin që është femër dhe ja kuptoj dhe domethënë jam në krah të dhimbjes së saj sepse do jetë një nën single tashmë. Po për pjesën tjetër është një show i shëmtuar që Neda na ka pas dhënë që unë kanë qenë në Big Brother. Unë vazhdoj sot e kësaj dite më dalin në YouTube videot e së Nedës edhe Tom Grenit, edhe nuk është se më bën ndonjë gjë përshtypje nga Neda, se jam mësuar tashmë. Do t'ju pyes lidhur me Big Brother VIP Kosova, kemi ndonjë datë se kur mund filloj dhe kanë filluar të dalin emrat e parë që mund të jenë pjesë e këtij edicioni? Si çdo Big Brother qarkullojnë emra, lart të poshtë. Deri tani emrat që kanë qarkulluar nuk janë të vërtetë, nuk janë ata emra që përfliten. Zakonisht janë këto emra që vetë personazhet i hedhin vetë në treg për të qenë në qendër të vëmendjes. Big Brother VIP Kosova fillon, besoj, është duke u përgatitur shtëpi e re, këtë herë do të jetë krejt ndryshe. Dhe thuhet se do të ketë 2 shtëpi paralele. Për herë të parë në Big Brother VIP Kosova, është ajo që është bërë shpesh herë në Grande Fratello. Mos harrim që Big Brother VIP Kosova ka qenë i afiliuar me Grande Fratello në Itali, kështu që kanë pasur edhe shkëmbim lojtarësh, kështu që kam përshtypjen që do të ketë një ridimensionim të Big Brother VIP Kosovës pas suksesit që pati viti që kaloi, sepse realisht ka pasur sukses të jashtëzakonshëm. Kështu që
pritet të filloj 2 javëshin e parë të tetorit, bëhet fjalë për datën 2 tetor ose për fundjavën e fundit të javës së dytë, fundjavën e javës së dytë, kështu që pres që shtëpia të jetë spektakolare, të paktën siç kam marrë informacionet nga ata që janë pjesë e Klan Kosovës, pres që të ketë banorët janë spektakolar, pritet një ndryshim në stafin e opinionistëve, deri tani të konfirmuar ose ata që përfliten më shumë janë Valdrin Sahiti dhe Adelina Ismaili. Është një nga dyshet më të bukura të mundshme që një Big Brother mund të ketë për sa i përket opinioneve. Kështu që uroj dhe shpresoj që Big Brother VIP Kosova të jetë po aq spektakolar sa që ishte viti që kaloi.